Mirëmbrëma të gjithëve. Si në çdo fund viti, edhe këtë dhjetor, një nga temat më të rëndësishme dhe më të debatueshme të jetës politike dhe sociale të vendit është buxheti. Është diskutimi i projekt buxhetit. Tek e fundit parlamenti në Britaninë e Madhe, ku krijua parlamenti i parë, ishte pikërisht për të aprovuar buxhetin. Pra akti më i rëndësishëm politik i një parlamenti dhe një qeverie është hartimi i buxhetit. Nga do vinë të ardhurat dhe nga do vinë shpenzimet. Pra, pjesën e parë të këtij emisioni do të flasim pikërisht për të dhënat, për parametrat e buxhetit të vitit 2026, a e ndikon ai në rritjen ekonomike të vendit apo krijon një lloj stagnacioni. Bashkë me projekt buxhetin, si çdo vit, edhe këtë dhjetor kemi të shoqëruar me një paketë fiskale, e cila përcakton rregullat e lojës ose më saktë të marrëdhënieve mes shtetit dhe biznesit. E reja e paketës së këtij viti fiskale është ajo e një paqeje fiskale. A do të ndikojë ajo në krahasitjen e ekonomisë së keqe dhe ringritjen e ekonomisë, apo është, siç pretendon opozita, një mënyrë e kamufluar për të ricikluar paratë e pista në ekonominë shqiptare. Kjo është tema e parë, kjo është tema e pjesës së parë të këtij emisioni, ndërsa në pjesën e dytë do të flasim për atë çka po ndodh në Partinë Demokratike, nismën që ka ndërmarrë zoti antari kryesisë së kësaj partie, zoti Saliani, i cili do jetë i ftuar në pjesën e dytë të këtij emisioni, dhe sa do të ndikojë kjo nisëm në të ardhmen e Partisë Demokratike dhe deri ku do shkojë ai? A do të krijojë një fraksion apo një parti të re? Kjo është tema e dytë e këtij emisioni. Ndërkohë, rikthehemi te tema e parë, për të cilën kam tre të ftuar. Kam antarin e kryesisë së Partisë Demokratike dhe deputetin Eno Bozo. Mirëmbrëma, kënaqësi që jeni tek pesëpyetjet. Kam dhe dy kolegët e mi prej dekadash, zotrin të Bardi Sejdarasi dhe Fatos Çoçoli. Koleg, mirëmbrëma, kënaqësi që jeni tek pesëpyetjet. Zoti Bozo, ky buxhet është realist dhe sa ndikon në buxheti i vitit 2026? Sa ndikon në rritjen ekonomike të vendit? Regjia, ju lutem tabelën në mur. Do mundohem të jem telegrafik edhe të prek besoj çështje thelbësore që mosojnë teknikalitete. E para, në vitin 2023, shpenzimet e buxhetit kanë qenë rreth 6.2 miliardë euro, 24 në 7 miliardë, 8.3 miliardë në buxhetin e këtij viti 2025, ndërsa për 2026 9.2 miliardë. Dakor. Ky është projeksioni i të gjitha buxheteve të 30 viteve të fundit, ndoshta në përjashtim 97-s. Dhe shpreha ky është buxheti më i madh ndonjëherë, thjesht është qesharak se çdo buxhet praktikisht, edhe siguritja ekonomike e vendit jetë zero, thjesht për inflacion do të jetë më i madh se tjetri. Por e lëm një anë këtë. 9.2 miliard euro buxheti nga do vinë të ardhurat. Qeveria ka projektuar një rritje ekonomike prej 4%, që është përgjithsisht optimiste, por nuk është ky problemi. Problemi që shoh unë është që ajo bazohet, rritja ekonomike bazohet në rritjen e dy sektorëve dhe vetëm dy sektorëve, që është sektori i ndërtimit dhe sektori i turizmit. Çka do të thotë janë të brisht sektor të cilët ndikohen shumë nga shumë vektor të huaj. Nuk janë këto prioritetet e duhura? Jo, prit, nuk është kjo çështja. Qeveria thotë që ne parashikojmë që këto dy sektor do jenë lokomotiva e rritjes ekonomike. Dhe ka parashikuar një rritje ekonomike 4%. Ajo shifër që shikoni aty 9.2 miliardë euro, vjen si rezultat i projeksionit të rritjes ekonomike të prodhimit brendshëm bruto 4%. Tani çështja është që ta bazosh rritjen ekonomike në dy sektor të cilët janë shumë të influencueshëm nga një faktor. Turizmi për shembull shumë influencueshëm nga shumë faktorë dhe ka filluar ta njohë ftohjen si sektor në rritje që këtë vit. Sektori i ndërtimit gjithashtu është i influencueshëm nga shumë faktorë. Dhe mbi të gjitha është një sektor që ka dhe problematikë shumë të madhe sepse për ne është i shoqëruar me një lum apo një det parash që vijnë nga drejtimet që nuk dihen, ku futen para kriminale, para evazionit fiskal, para krimi organizuar, gjithë llojet e gjërave dhe derdhen dhe pastrohen në ndërtim. Në princip të bazosh rritjen ekonomike në dy sektor
duke lënë me një anë dy sektorë të tjerë, të cilët kanë njohur rënje prej vitesh. Bujqësia ka njohur rënje nominale prej 4 vitesh. Çka do të thotë që ne prodhojmë më pak në terma nominal, se sa shenjë zhvillimi kjo? Jo, fare, absolutisht. Sepse vendet më të zhvilluara do në përqindjen e të ardhurave ose më saktë përqindjen e që zënë në prodhimin e përbrendshëm bruto, e kanë diku tek 2%, 3%, 4%. Të bujqësisë, jo, e kanë diçka më shumë, për bujqësia, që ta dini, bujqësia në ato vende është bujqësi e saturuar. Këtu është bujqësi e fermerëve që janë braktisur. Është tjetër historik kjo. Në ato vende, populata, për shembull t'ju jap një statistikë, populata që prodhon në Bashkimin Evropian, fermerët, nuk janë më shumë se 5%. Këtu është 48% e vendit që jeton në fshat. Është tjetër gjë. Jemi duke folur për Pra duhet të shikojmë dhe raportin demografik, jo vetëm raportin në prodhimit brendshëm bruto. E dyta, bujqësia jonë sot duhet ishte, nëse do merrte financimet e duhura, sepse është lënë në mëshirë të fatit. Këtë vit kanë projektuar 53 milion financime, nga cilët gjysmën do t'i marrë administrata. Pra vetëm 30 milion. Në një kohë që Maqedonia, Kosova, pa hyrë te Serbia, japin 5 deri në 10 herë më shumë financime drejt për drejta. Dhe kjo është drama e madhe. Dhe fshati po braktiset se është e pamundur të jetohet më, dhe produktet tona bujqësore po zëvendësohen se ato që vijnë nga importi janë gjithmonë më të lira. Sepse këtu nuk subvencionohet, andej subvencionohet. Edhe ca budalliqe tjera që ka bërë qeveria me çështjen e futjes në zinxhirin e TVSH-s, mos rimbursimin e TVSH-s, fermerit e ku diun çfarë. Pra, merr prodhimin industrial. Është viti i dytë radhasi, pra tremujori i 8, apo ndoshta i 9, duke futur tremujorin e parë 2025-s, që prodhimi industrial është në rënje. Me këtë ritëm i nderuar, në krye të 5 viteve ne nuk do prodhojmë dot asgjë. Dhe ne do të jemi thjesht një shoqëri që konsumojmë dhe mbahemi nga përgjithsisht nga remitancat dhe pastaj nga taksat tona. Për herë të parë këtë vit. A nuk është përmirësuar bilanci pagesave, se rreth 10 vjet më parë ishte eksportonim 1 dhe importonim 8-9. Tani është 13 vjet më parë, ju e themon. 13 vjet më parë, raporti import-eksport ka qenë më i mirë në dobi të eksporteve nga ç'është sot. Po këtu, duke qenë se futet turizmi si eksport, e kamuflojnë turizmin, e fusin si eksport shërbimi, dhe e kamuflojnë si të jetë një statistik pro eksporteve. Tani, ka një problem kjo gjë. Kush është problemi? E para që ne po na humb prodhimi shqiptar. Po humb prodhimi bujqësor, po humb prodhimi industrial. Dhe në krahasim me vendet e tjera jemi absolutisht, të rajonit po flas, jemi absolutisht shumë keq të pozicionuar në konkurrshmëri. E dyta, Shqipëria vazhdon të ketë produktivitetin e punës më të ulët në rajon, me diferencë ndoshta 70 deri 100% nga Kosova, Malizi, Bosnjë-Hercegovina dhe pothuajse 300% me Bashkimin Evropian. Çka do të thotë që rritja e pagave që vjen në Shqipëri nuk vjen si rezultat i rritjes produktivitetit të punës. Produktiviteti është sa njësi prodhimi, çfarë vlerë prodhoj unë në vlerë monetare në një orë punë, në mënyrë të mesatarëzuar, po vjen si rezultat i mungesës së fuqisë punëtore. Çka është problematik, sepse kjo rritje i shkon konkurrshmërisë dhe ulet konkurrshmëria jonë. Tani, çfarë do ndodhi me ndërtimin në Shqipëri? Që këtë vit kam filluar shenjat e para të ftohjes së sektorit. Pse? Se po ndërtohet pa fond, po ndërtohet gjithandej, po ndërtohet në mënyrë artificiale, ka interesa shumë të mëdha të investimit në ndërtim. Çmimet janë katastrofike kur shqiptarët, 99% e shqiptarëve, ku futemi fare mirë në të katër këtu, as nuk i shkon ndërmend të blejnë sot. Për fat mirë kemi bler 15 vite përpara, 20 vite përpara të shtëpi që kemi, se sot do ta kishim totalisht pamundur. Kjo mund të tingëlloj pak cinike kjo pyetje që do bëj unë, po ta mbaroj të lutem. Jo, po ti marri me radhë. Prit ta them këtë dhe i marri me radhë. Pra, kemi ftojën në sektorin e ndërtimit, kemi ftojën në turizëm. Në shumë njerëz Shqipëria ka kapur kapacitetin maksimal në turizëm. Për llojin e turizmit që ka promovuar me strategji qeveritare, ka arritur kapacitetin maksimal. Nuk mban dot më shumë se 10 milion, nëse kjo është shifra, dhe për fat keq ka thithur. Të qëndrojnë te ndërtimi, ju thoni doon që nuk shqiptarët nuk mund të blejnë. Pyetja është, po në vendet e tjera, në vendet fqinje, ose në vendet Bashkimit Evropian, i kanë rrogat më të larta. Sa përqind e tyre kanë mundësinë që jo të jetojmë në qerasi, që jetojmë po të blejnë një shtëpi? Ja pra, po keni statistikat. Për të blerë një shtëpi, statistikat tregojnë, treguesi përkatës, s'po më vjen mend emri.
Shqipëria, Tirana është ndër vendet më i shtrenjti në, mos gaboj, më i shtrenjti në Evropë. Për të blerë një shtëpi duhen 19.4 vite. Vendet e Bashkimit Evropian e kanë nga 11 deri në 12 vite. Kaq. Këto janë statistikat. Dhe këtu tregon që për ne gjëja po bëhet e pakapshme. Dhe çmimet vazhdojnë të rriten, se edhe këtë 3 mujor çmimet janë rritur. Okay. Dhe pagat janë ato që janë. Kështu që e kuptoni se çfarë paraje hyn dhe investohet. Që nuk ka lidhje fare as me Shqipërinë, as me ekonominë. Pse e zgjasim? A shikojmë pak trajektoren e euros? E të dini diçka, unë kam bërë për veten time një ushtrim që mund ta bëj gjithë secili, shumë thjesht. Shikoni kursin e këmbimit lek euro, pra sa është vlerësuar euro, po e them këtë, me numrin ose më saktë, me metrat katror të dhëna për ndërtim në vitin përkatës në Shqipëri. E do shikoni që ka një korrelacion shumë të fortë, gati funksional. Sa më shumë leje ndërtimi që jepen, sa më shumë metra ndërtimi që jepen, aq më shumë zhvlerësohet euro. Ky nuk është një zhvlerësim që vjen nga konkurrueshmëria, se ne nuk prodhojmë më asgjë i dashur. Ne nuk kemi Gjermania që po shpërthejmë dhe po i krijojmë me eksportet tona Evropës problem të madh. Ndoshta turizmi, fluksi i turistëve? Po jo, më e keni gabim. Është absolutisht e pamundur i gjë e tillë. Turizmi justifikon diçka, por jo këtë lloj rënje të euros në këtë mënyrë. Para 3 ditësh kapi prap nivelin prap më të ulët. Dhe unë mendoj që brenda 3 muajve do ulet në mënyrë të ndjeshme akoma. Sepse sa janë dhënë një dorë shumë e madhe lejesh tani. Pjesa më e madhe të cilën mbahet sekret nga administrata e Ramës. Nuk kuptohet ku jepen e si jepen e pse jepen. Pra, me pak fjalë, ky buxhet bazohet në premisën që edhe turizmi do shkëlqejë dhe edhe ndërtimi do shkëlqejë. Nuk e vret mendjen fare, nuk buxheton asgjë për sa i përket industrisë dhe prodhimit industrial të vendit. Absolutisht asgjë, e ka rënë në të lirë. Si i tillë, ky nuk është një buxhet as me këmbë tokë dhe është shumë i brisht në gjithë ndikimet. Patos, këto 9.2 miliard, ku do shkojnë kryesisht? Investimet themelore që quhen Ilir janë diku ke 1.8 miliard. Domethënë rreth 250 milion euro më shumë se sa viti i kaluar për vitin e ardhshëm. Kuptohet që janë më shumë për rrugët që janë hapur, nuk është se do kemi në aks të ri. Kanë kantier të ri? Jo, nuk besoj. Ne e dim se ku kanë shkuar. Do vazhdoj edhe ajo pjesa e transhit për Porto Romanon, pjesa e, si thuash, parave të buxhetit tonë i lirë, në pritje të një investori të huaj strategjik, do të shkojnë në rritje të asaj bonusit të pensionit rreth 104 milionë euro. Do të shkojnë në rritje të rrogave, kemi rritje të rrogave të mësuesve në shtet, kemi rritje të rrogave të mjekëve, të infermierëve. Regjia ju lutem tabelën e pensioneve. Rreth 3-4 herë më shumë se sa 2.5% indeksimi i rrogave. Në 80% të rrogtarëve është vetëm indeksim. Vetëm një pjesë përfitojnë rritje pa. Drejt. 3-4 herë domethënë kjo është rritja e tyre. Ndërkohë kemi sërish një gjë të re që është indeksimi mbrojtja nga inflacioni e punojësve të administratës, nuk ka qenë më përpara, është futur. Nuk është se janë parat kryesore të këtyre 9.2 miliard, kuptohet që pjesën më të madhe të Luanit e merr Ministria e Shëndetësisë, e ka marrë gjithnjë, është normale. Shtimi nuk është shumë i fortë, ndoshta këto ishin mundësitë e buxhetit, ne e dimë që ekonomia e lirë është arti i së mundurës, merr më shumë ndjeshëm Ministria e Mbrojtjes dhe është mirë që merr. Në kushti 2% të prodhimit brendshëm brut atë. Po, do më ndoshta për 25 ose 60 milion euro, të shikojmë në varësi dhe të projekteve që kanë, i digjuam dhe ke mbledhja për bashkët në Romë, mes dy qeverive, kështu që pjesën tjetër pastaj merr arsimi, diku aty ke 1 miliard. Më sensitivja, më ndjeshmja janë pensionet. Mund ta çojësh ta shpjegosh lutem? Po, këtë mund ta shpjegojmë. Janë 1.5 miliard euro për 5 vite, 104 milion euro janë vetëm për vitin e parë. Për njerëzit, kur i themi ne flasim në makro, jo sa ndikojnë sa ashtu. Mund ta shpjegosh tabelën tonë në vitin 2026, paga mesatar, pensioni mesatar, sa bëhet shtesa, sa është koeficienti i shtesës, shpjegohet donë që bonusi mujor. Atëherë, pensioni mesatar mujor 200.000 e sipër do marri bonusin mujor 18.000 lekë të vjetra në muaj, çdo muaj. Diku shkon, do në qofë se e shumëzon me 12 për gjithë vitin, mund të bëjë dhe qytetari për e shtëpis 360.000 lekë të vjetra në vit, shtesa, vetëm për vitin 2026. 2027 i dyfishohet, do nga
çdo muaj i shkon 36.000 lekë. Dyfishohet shtesa, jo pensioni. Vetëm shtesa, flasim për bonus. Se mos kryojmë kështu... Edhe njerë, po shko, ato para, ato 36 milion... Se keni në 36.000, do doja të ishin 36 milion, po janë 36.000 lekë. Nuk keni fort sakë. Se ku është, po marrë vatos... Marrë zotit Qoqoni, pastaj. Pra, çdo vit dyfishohet pjesa e bonusit. I ke shumë drejt kur thua po pensioni real. Ato të ardhur janë të shkretat, në kuptimin që pensionisti merrte 200.000, do marrë 218.000 lekë të vjetra, ai që ka pensionin 200.000 lekë. Kështu që 18.000 lekë çdo muaj nuk është ndonjë gjë e madhe. Me ty jam, por shumë më tepër se çka qenë përpara. Është vërtet. Në temi 20-30 vitet e fundit. Po. Atëherë, shikoni këtu. Kjo shtesa këtu, 18.000 lekë të vjetra, i takon vetëm 1/3 pensionistëve për 2026. Ata që e kanë mbi 200, po. Jo, s'ka lidhje me 200. S'ka lidhje, pension pleqërie, urban, pastaj pension pjesë me merat. Vetëm 1/3 përfitojnë 236.000 veta. Pjesa tjetër përfiton 10.000 lekë të vjetra dhe ka i pjesë i përfiton 6.000 lekë. Mesatarja është diku më shumë, e mesatarizuar është diku te 10-11.000 lekë të vjetra. Dhe duhet dini diçka. Plani buxhetor afatmesëm, që na tregon sa do japi qeveria, thotë që për shtesë e pensioneve 2026 qeveria do japi 100 milion euro. Po. Në 2027 100 milion euro dhe në 2028 150 milion euro. Dakord? Çfarë janë 100 milion euro? 100 milion euro janë bonusi që Rama i jepte, kryeministri i jepte pensionistëve në fund vitit, tani nuk jep bonusin. Në fund vitit ta shohim. Nuk e ka të parashikuar, po flasim për ata që dim. Qëndro me mua që ta shpjegoj idenë deri në fund. Po. Këtë 18 mishin këtu e merr 1/3. E me atë bonusi nuk ka qenë... Më fa, Ojlir, mos u ngatro me bonusin. Në 2026 nuk ka më bonus. Plani qeverisë thotë që do t'a japi shtesë pensionit çdo muaj. Nuk parashikohet më bonus, është thjesht shtesë pensionit çdo muaj. Dhe këtu, 1/3 afërsisht merr shtesën maksimale, se janë pensionet më të ulta, merr shtesë me 18.000 lekë në muaj, ka një pjesë që merr 10.000 lekë në muaj, ka një pjesë që merr 6.000 lekë në muaj. Në mesatare në totale, rriten rreth 10.000 lekë në muaj për çdo person. Dhe nuk ka më bonus, është vetëm rritja. Por 100 milion janë 2026. 100 milion janë 2027, si rrjedhim këtu do të jetë 10 dhe këtu do të jetë 10, sepse këtu është mbledhur 18 me 18 në 36, por nuk llogaritet kështu. Ne po flasim për këtë vit sa do shtohet në krahasim me këtë vit. Jo sa do të jetë kumuluar, pra tabela është po ta marrësh të mesatarizuar, ke supozojmë 11 këtu dhe 22 këtu. Dhe ke 150 milion të tjera, ky është plani buxhetor afatmesëm. Është dokument zyrtar i qeverisë, bazuar në këtë. Pra në total janë 350 milion euro, të cilat janë vënë për pensionet. Tani, të më thot dikush mua nga e nxori Rama 1.7 miliard euro për pensione? Mund ta them unë, që se bëri pyetje. Se Rama me këtë logjik, më fal, Fados, me këtë logjik mund të thotë 2.5 miliard euro. Se kontrollon njëri. Jo, qëndron ajo. Në shifra, nuk ka voluntarizëm do. Jo, unë gjykoj, për që tani nuk u flas si politikan unë, se mund ta kthej. Unë po flas si njëri teknik, si nuk kryetari i Komisionit për Kadës. Unë gjykoj mbi ato që na servir qeveria. Unë di që në total për 3 vite, 26, 27, 28, ka vetëm 350 milion euro. Let ma thot një njeri i qeverisë ku gjet shifra 1.7. Atëherë është momenti pozitiv ekonomik, sepse kemi rritje ekonomike për disa vite radhasi, dhe ajo është ajo që quhet inerci ekonomike në ekonomi. Pra, momenti pozitiv të bën që t'japësh shpresë qytetarëve mbi një bazë reale që është rritja e të ardhurave. Këtë vit po e mbyllim i dashuri lirë me rreth 600 milion euro më shumë, quhet suficit. Një lloj si në një familje që nëse ke të ardhura më shumë e merr më të madhe, bilancin e ke pozitiv. Kështu që me 600 milion euro, kjo qeveri e sotme i ka bërë llogarit që po të ketë këto, po kaq suficit, i ka bërë llogarit që të shkojë ke 1.5 miliard, meqense ishte pyetja ku gjetën 1.7 miliard. Atëherë ta bëjmë edhe një matematikën e thjeshtë. 100 milion, 104 janë në fakt sepse euro me lekun... Të qëndrojmë donë tek mënyrë të individualizuar. Dakor, po... Për çdo individ. Jemi Gjirokastrit i tuam ato llogarit të shkoqura. Pra 104 milion euro janë në vitin e parë, sepse janë 10 miliard lekë, që po të përkthehen shkojnë 104 milion euro për vitin e ardhshëm. Për vitin 2027 është shumë e vërtetë ajo që thotë Eno, që plani afatmesëm që nuk është, si thua, i përditësuar
me potencialin ekonomik të real të vendit, por qeveria e ka të tillë, prandaj edhe e ka premtuar atë, do të shkoj 2 fishi. Dhe do të shkoj 2 fishi, shumë dakord që 360.000, ai sa tha Bardi, është shifra e atyre që marrin pension sot 200.000 e sipër. Aq është. 360.000. Pavarësisht se nuk është 360.000 nga sa? Nga 720.000 që kemi sot. Do në gjysmë. Po, ata marrin pension mesatar 200.000 e sipër. Dhe ata do ta marrin 18.000 lekë. Pjesa tjetër shumë e drejtë. Ka kategori që e marrin edhe 8.000 lekë, edhe 6.000 lekë, që është pjesa e pensionit social, apo jo bardhi. Por, llogaria e 1.5 miliardëve është e thjeshtë, 104 milion, po e lexojmë që ta kenë dhe qytetarët që na ndjekin në lirë të qartë. 100 milion e para. Zoti Bozo thotë që kjo është nga ti jep tani në fund të vitit, tani do nuk ka më bonus fund vitit, dhe e shpërndan në mënyrë të njëtrajtshme gjatë gjithë vitit. Planin afatmesëm 2026, 2028, ka shumë të drejtë. Plani afatmesëm është plan 3 vjeçar. 2026-2028. Me dokumenta ka shumë të drejtë, aq ka lexuar dhe ka shumë të drejtë kur nuk është si thua për 5 vite 1.5 miliard. Unë po ta them pse është për 5 vite 1.5 miliard, sepse ke 600 milion e kumuluar pastaj në vitet e ardhshme që shpresohet të jetë po ajo rritje ekonomike, ke diku ke 200 milion për 2027, 300 milion për 2028, 400 për 2029, 500 milion gjithnjë për këto bonuse. Flasim thjesht për bonuse, jo për rritje reale të pensioneve. Fondi i sigurimeve dhe buxheti i shtetit, a e përballon dot këtë rritje apo është? Jo vetëm që përballon, po në planin afatmesëm se kaluan pensionet pa e lënë atë të buxhetit, po do them vetëm 2 fjali për buxhetin. Po, patjetër. Shiko, ju folet për buxhetin e shtetit, pra folet për ato para që mbledh administrata publike. Ndërkohë që ekonomia shqiptare nuk është vetëm buxheti i shtetit. 9.2 miliard ka 25 miliard GDP-a. Pjesën tjetër ka biznesi, pra pjesën e Luanit që krijon produkt dhe ekonomi e ka biznesi privat, si përmarrje private. Pjesa e qeverisë sigurisht që ka vlerën e vetë, sepse çdo shpenzim, $1 i shpenzuar nga qeveria shoqërohet me $8 tot multipleksori të shoqëruar nga biznesi privat. Kështu që fakti që institucionet e njëra ndërkombëtare e njohin rritjen ekonomike të Shqipërisë nga 3.9 deri në 4% për çdo vit deri në vitin 2029, do të thotë që ka një ndikim shumë të madh që vjen pikërisht nga rritja ekonomike e biznesit, pastaj edhe ashtu dhe qeverisë. Unë jam plotësisht dakord me zotin Bozdo që thotë unë se përdor kurrë të shprehjen që ky është buxhetimi i madh historik. Buxhetet e çdo viti janë historikisht në të shtatën tërë janë historik. Se edhe ne kemi qenë një vit më të mëdhenj. Po patjetër, po kjo është e biznesit. Kjo është çështje e biznesit. Një biznes që sillte 3 maune në dogan tani sjell 4 për arsye të veta, kështu që realisht kemi rritje. Kjo është pjesa e parë. Pjesa e dytë që lidhet me mënyrën se si prioritizohet biznesi, se si ndahet, ju me drejt pyetet a ka fonde apo s'ka fonde sigurime shoqërore, sepse në fund të fundit pensionet i kanë ata. Edhe këtë vit që flasim ne, sigurimet janë me suficit. Arsyeja është shumë e thjeshtë, sepse të gjithë ata që kanë dalë në pension këtë vit dhe vitin që shkoi, po dhe vitin që vjen, janë të gjithë persona që janë të ditëlindjes 59, 60, 61. Ata i ka kapur vitin 90, 91, 92, dhe të gjithë ta nuk kanë arritur dot të plotësojnë kushtin themelor që ka ligji për pensionet, që duhet kesh për këtë vit 38 vite dhe 8 muaj që të marrësh pension të plot, pra të gjithë kanë marrë pension të pjesëm. Gjë që ka bërë që në sigurimet shoqërore qeveria të ketë kontribut më të pakët, sepse ne nuk arrim dot që të mbulojmë të gjithë fondin e pensionistëve me kontribute. Ne kemi diferencën më të pa arritshme deri më sot. Ne kemi patur qëmoti 4 persona që kontribuonin për i pensionist. Sot kemi 1.18 persona për i pensionist. Pra kemi një handicap shumë të madh, një skem deficitare pensionesh, të cilën unë nuk e di se si do ta zgjidhim, por për shembull, Bismarku sa kishte llogaritur 3-1, do 3 veta duhet kontribuojnë për një njerëz. Do kisha shumë dëshirë që opozita veçanërisht, po dhe ekspertët, të komentonin 8 masat që ka propozuar në fund të muajit që shkoi, në nëntor Banka Botërore ka propozuar 8 masa të reja që lidhen pikërisht me fondin e pensioneve, reformën e pensioneve. S'ka folur asnjëri deri më sot, është një gjë e tmerrshme nëse do të miratohet ajo reformë, ose mund të jetë pozitive. Pse është e tmerrshme? Po sepse është e tmerrshme e para njëherë hiqet kufiri i 15 viteve. Ne në Shqipëri kemi një gjë, nëse ke punuar 15 vjet me kontribute, merr pension. Bardhi s'na ka ardhur akoma ajo gjë. Ajo është publike, s'ka gjë, është në webin e Bankës Botërore. Është publike. Një e dyta, është hequr skema pay and go. Kjo që ne e kemi biseduar dhe bashkërisht. Pra, paguan ti që janë punë që të marrun që janë pension. Është zgjedhur një formulë e re, një formulë me përqindje që unë nuk e di se si ekspertët do ta përcaktojnë atë. Megjithatë, le ta lëmë një anë reformën e re, le të flasin politikanët dhe parlamenti, të flas pikërisht për këtë shtesën.
Kjo shtesa që tua, jo bonus. Bonus është shpërndar. Bonusi në momentin që flasim, unë e ka marrin 100.000 lekë për vete, ka ardhur. Po flas me 10 vjetra. Kjo është pjesa për 2026. Kjo është pjesa, bonusi është ndar tani, mbyllet deri në dhjetor dhe ka fat ta marrë deri në qershor. Kjo rritje është e janari 2026. Kjo është rritje pensioni. 2026 nuk e dim, ka s'ka bonus. Ja ta them unë. Kjo është rritje pensioni. Kemi deklarim që ka bërë ministri dje, par dje. Ministri thotë, ne do kemi vetëm shtesë pensionit parashikuar në buxhet. Në buxhetin e 2026 dhe në buxhetin e fatmesëm. Për 3 vite, këto shifra që keni nxjerrur me të drejtë, që nga 1.800 lekë deri në 9.000 lekë, janë të parashikuara sot. Këto nuk ndryshojnë më. Pra, mua do të më rritet pensioni në vitin 2030 9.000 lekë, 90.000 lekë të vjetra. Sepse kjo para është në buxhet. Që ta kuptojnë, do që t'ja kuptojnë, do t'i themi pensionistëve. Ai filxhani që merrni në fund të vitit si bonus, nuk do ta marrin në 2026 dhe këtë filxhan e ndahet në 12 pika. Në 12 pika çdo muaj. Ilir, duhet shpjeguar si pas autoriteve, ja 1 minutë, no ta shpjegoj unë dhe pastaj me drejt më ndryni. Unë po them që me ndryshimin e ri që u bë të kësaj skemet pensioneve, që qeveria priti bankën botërore, banka botërore nuk bëri gjë dhe qeveria kaloi në këtë skem, deri tani nuk ka bonus për vitin 2025. Ministri Pardi e tha, nëse të ardhurat e vitit 2026 do t'jenë të pranueshme për buxhetin e shtetit, do të ndahet bonus në vitin 2026. Për vetë shtesës, lere shtesën, shtesa tani është sistemike. Nëse? Me nëse unë eci shumë larkë. Po citoj ministri. Ministri thotë, nëse të ardhurat janë si këtë vit, nuk përjashtohet që kemi. Nuk përjashtohet këtë bonus. Unë duhet të jetë poshtë konceptin që ndarjet që vinë, janë pjese... Duhet jemi një sekundë. Ta mbaroj. Pra, do të ta kuptoj unë, ju po thoni, ju të dy kolegët e mi ju po thoni, po su realizuan 100% investimet, te pron një diçka, krijohet suficiti, atëherë do mundet këtë bonus. Ka një deklarim të kryeministrit që duhet, e keni dhe ju e keni thënë këtu. Kryeministri thotë, çdo e ardhur që te kalohet jashtë planifikimit, pra ti planifikon të kesh 100.000 lekë, ke 110.000, 10.000 lekë që i kalon për pensionet. Në çdo vit. Ky është deklarimi i kryeministrit. Mund të flasim pa. Ja ta shpjegojnë çike edhe këtë pensionet tënë dhe pastaj fol. Nëse ne flasim që sot bonusi ndahet për 12 vitet që vinë, nuk na del ky hesab kur flasim për 2027-ën, 2028-ën, 2029-ën, 2030-ën, sepse kemi shumë se bonus se sot. Pra, ne do të kemi këtë shtesë gjatë gjithë viteve deri në 2030-ën dhe pastaj do pyesim nëse qeveria i ka mundësitë financiare që të na japë dhe këtë bonusin e fund vitit, 150.000 lekë për ata që janë në 200.000 dhe 100.000 lekë për ata që janë në 900.000. Ky është bonusi. Kemi dhe indeksimin e pensioneve që të gjithë harrojnë. Çdo tetor bëhet indeksimi i pensioneve. Si vetu edhe për pensionet e fshatit, edhe për qytetit. Po të më lejosh unë do të them dhe cila është ajo e drejta që thotë Enoja që sa veta përfitojnë pension me 18.000 lekë dhe sa përfitojnë pensionet e tjera se janë 6 kategori pensione. Atëherë, marrim, shikoni si është çështja. Problemi është që flasim për investimet. Janë të durat, dy gjëra, përse kemi paqen fiskale do ndë... E hapet çështja e pensioneve. Së pari, një pensionist në 2013 ishte 15 apo 20% më i pasur se një pensionist sot. Çka do të që blinde me pensionin që kishte, se kështu matën gjëra, tani mos flasim urit pensioni, surit pensioni. A indeksohet inflacioni? Janë rritur... A indeksohet inflacioni? Jo, po s'është indeksuar tani, po ta them. Nuk është indeksuar. U indeksuar tetore, no? Po s'është indeksuar, pra. Jo, pra, nuk është indeksuar, sepse po flasim për 12 vitet e fundit. Në 12 vitet e fundit, pensionisti është 15-20%, po të merrni rritjen mesatare të pensioneve, dhe të bëni kumulimin pra mbledhjen e inflacionit, do të shikoni që i mungojnë nga fuqia blerëse 15 deri 20% e para. E dyta, Instati ka një shport veçantë kur vjen puna që trajton indeksimin për pensionistët, e cila ka 2 vjet që nuk publikohet më. Se maldrat, po se kam gabim. E ta mbaroj. Tani unë jam antari Këshillit Kombëtar të Instatit. Po ri antar, dëgjoj se kam gabim. Çdo vit inflacioni i pensionistëve është i përveçëm, nuk është inflacioni që kemi ne shpirtëtar. Eksakt, ka 2 vjet që se publikohet. Dhe rritja e pagave, rritja e indeksimit me inflacionin bëhet me këtë pension. 4.500 lekë kanë marrë në tetor, ata që janë në qytet, dhe 2.500 kanë marrë dhe që janë në fshat. Me ndërprerje apo të bëjmë debat? Po jo, se me ndërprerje, unë s'po bëj debat, unë po them këtë që është e vërtet. Tani mos thoni që nuk është indeksuar. Çfarë është e vërtet? Është indeksuar. Fare nuk është indeksuar, po ta them se ka 2 vjet që nuk shpallet më nga Instati. Kjo sport, futu, kërkoje dhe nuk e gjej. Po sa të futem unë aty, si të futem? Dakor, mos u fut. Unë futem dhe nuk e gjej. Tani ma gjeti pas emisionit. Do ta gjej unë ta dërgoj pas emisionit taja po. Çka po të them që i kemi një borxh kaq madhe pensionistëve,
sa që është e pa mundur të diskutohet për këto shifra. Këto shifra janë kozmetik në krahasim me mjerimin ku janë. Kjo është arsye që ne do bëjmë amendimin ditën e njëjtë që kemi seancë plenare, kalon dhe buxheti paketa fiskale nën për nën, ne do bëjmë amendimin, do kërkojmë amendimin e projekt buxhetit, duke futur përsëri konceptin e minimumit etik. Është një koncept që e kemi thënë gjatë fushatës elektorale, minimumi etik për njeriun, për individin në Shqipëri nuk mund të jetë më pak se 200 euro. Është retret që është retret që për propozimi PD-s, nuk miratohet asgjë. S'miratohet se s'ka ndërmend ta miratoj njeri. Këto janë para që janë të domosdoshme për të ruajtur dinjitetin dhe njerëzit Si shpërvoja në vendet fshinje ka minimum etik. Minimum etik duhet një pjesë edhe nuk e kanë. Minimum etik do të thotë kanë politika. Minimum etik do të thotë në një vend si Shqipëria ku dhe çdo pak nuk mund të jetë poshtë minimumit etik. Ne kemi bërë 2 studime në Shqipëri, nga NGO dhe nga avokati i shtetit, i popullit, dhe nuk futet do të liqë. E pse temu që s'futet në liqë? Vjet Enoja me kolegët e vetë bën 45 amendime të buxhetit. 45 amendime, amendimi 1, amendimi 45. Asnjëri nga 45 amendimet nuk u mor nga konsiderat nga kuvendi. 0. Pra mbeti buxheti që ishte, buxheti 2025. Tani dhe si vjet, unë kam folur me eksponent që merren me ekonominë në PD, kam disa amendime që do t'i bëj, si që është amendimi që sot Dr. Berisha e përmendi në mbledhjen e grupit deputetëve, që duhet patjetër të futet minimumi etik. Minimumi etik, as i qeveri deri më sot nuk e ka futur. Duhet e kishte futur Partia Demokratike këtu e 13 vjet, 15 vjet përpara. Nuk ka minimumi etik. Sepse nuk arrim dot. Po jo, s'është punë varfërie. Ajo që përmendi ju për çmimet ka të bëjë me inflacionin, ka të bëjë me rritjen e çmimeve. Sa gjëra duhet bënte PD-ja para 13 vitesh, po kjo nuk është çështje. Duhet ta bënte. Edhe pensionet duhet i kishte rritur. Po se bëri PD-ja para 13, si rriti pensionet PD-ja? Po duhet, jo, pensionet janë, shiko. PD-ja i ka rritur pensionet në mënyrë paga, pensione në stratosferike 2005-2013. Rritje të tillë nuk e për të gjetur më. Po s'ka asnjë mundësi vetë. Po si s'ka mundësi, po tani vazhdojmë. Shikoj në krahas inflacionit, shikoj sa rritur pensionet. Vazhdojmë të gjëja, kur flasim, shiko, i dashur, kur flasim te projekt buxheti, themi kush është prioriteti tjetër që ka shoqëria shqiptare dhe si financohet në projekt buxhet. Prioriteti tjetër që ka shoqëria shqiptare sot, që është kërcënim thelbësor për gjithë ne që jetojmë këtu, është popullimi i vendit. Dhe pjesë e asaj që Bardhi thot me drejt, ne na mungojnë kontributorët në skem, sepse vendit po i ka ikur fuqia punëtore. 1 milion shqiptar kanë evoluar në 11 vitet e fundit. Në gjithë vendet ish komuniste. Jo, nuk është, jo. Në Rumani është kurrë Rumania me 5 milion banor. Një sekond. Nuk është në gjithë vendet në tani, ne na ka ikur 37% e populatës në 12. 20% e shqiptarëve mungojnë. Dakor, pra. Që nga viti 37% që nga viti 2012. 37%. Ne jemi vendi parë në botë për rrjedhjen. Nuk është kjo shifrë. Tani, të lutem, o do flasë të shpi, o do flasë të shpi. Themi shifrat e sakta, se vetëm të shifrat mbetet komenti. Po si së shkjo shifrë, më kemi qënë 3.3. 1.1 milion e thot Eurostati që janë të registruar atje. Ose kanë marrë, censin e 2023. 2020 është i falsifikuar i dashur dhe mbëllë historia. Është i falsifikuar dhe mbëllë historia. 420.000 veta mungojnë. Tani, Bart, për 12 vjetë, mungoj 400, në kohën e PD-s. Jo, më nuk mungonin 400, mungoj 1 milion. 420.000 e këtë shkruar. Qatë shkruar, ma? Censusin. Me censusin që u dhanë rezultate 8 muaj me vones, të census po më thua, si ka këmëtim? 8 muaj me vones, dhe u shtu 3 herë, se gjasë me s'kishtë tableta, me mashtrimin në të matë e bëjë debatin kur mbajt raportin, kur mbajt raportin, kur jo me ja kam të drejtoreshës tuaj në syet të atëm dhe ty. Tani mos tuaj falsifikuar. Nuk mund të ketë falsifikuar census, mor burse, s'ka kuptim. Kush ka interes ta falsifikoj censusin? Edi Rama. Kush tjetër? Mirë, vazhdoni. Kush tjetër? Census është fotografim i momentit saktuar për njerëzit që ndodhë. Po kaq pra kështu është censusi. 8 muaj, për 4 javë, e japin gjitha vëndet e BE-s, edhe vëndet e rajonit. 8 muaj, është kjo 2 vite. Se gjasme kjo, gjasme ajo. Gjasme mungonin tabletat. Ne e bëm në ato kohë s'kishte teknologjin, 2011. U bë për 3 javë, u skanuan për 2 javë dhe u dha për 5 javë. 8 muaj. Zonja, se ishte presioni politik që mos të conë dhe Shqiprin poshtë 2 milionqit. Dhe më tregoni mua, për lërët e së shkjë diskutimi sot. Diskutimi sot është që në kanë ikur njerëz. Skema pensioneve, kontributet shoqërore, po dhe kontributet shëndetësore po kolapsojnë prej kësaj gjëje. Sot jemi në pikën tonë më të zezë dhe shpopullimi i vëndit duhet i përgjigjemi me masat që kanë marrë vëndet e tjera. Kemi 2 vëndet tjera që kanë marrë masat. Ja, dy a themun. Ka 2 vënde në Evropë që po marrin masa. I pari është Hungaria.
që e ka bërë këtë gjë dhe po i del me sukses. E ka bërë për 15 vitesh. I dyti që ka shpallur është Po çka për Hungaria që s'po e bëjmë ne? Po ka jep lek më. Jep lek më, mund të marrësh 30 masa në të njëjtën kohë për të jep lek për familjet e reja, për strehimin, për fëmijën e tretë i përjashton nga taksat, për fëmijën e katërt ja merr për sipërshteti, për vendet rurale i financon, i përjashton nga taksa. Ore, unë mund të rendis dhe kemi gati këtë gjë, do ta shpallim shumë shpejt, të paktën 20 masa që kombinohen për të ripopulluar vendin ora. Se nuk bëhet kjo histori kështu. Tani t'ju them diçka. Mitsotakis, që është kryeministri i Greqisë, përpara 4 muajsh e shpalli alarm kombëtar. Shikosh llogari bën ai. Sot Greqia është diku te 10 milionë e gjysmë, 11 milion. 11 milion. Nga cilët 3.5 jetojnë atik në zonën e Athinës. Ai për llogarit këtë gjë. Ai thot me këtë ritëm që po na ikin grekët, në vitin 2050, ma beso, në 2050 do jemi 2 milion më pak. Ne na kanë ikur 1 milion për 10 vite. Dhe thot kjo nuk mund të ndodh. Dhe unë do jap 20 miliard euro të shtrira, që ai financon bujqësi, e financon turizëm, nuk kemi lidhje, ata në planet tjetër. Do jap 20 miliard euro të shtrira në 10 vite. Dhe ka shpallur, e ka planin e masave, dhe ka përkrahur gjithë Greqia, se Greqin duan ta ruajnë grekët. Ne flasim për një vend që po mbaron, ne po shterojmë i dashur, dhe ne mund të thuash në cilën mas ku financohet shpopullimi, antishpopullimi i Shqipërisë. Më thuaj një mas buxhetore që financohet antishpopullimi i Shqipërisë. Një mas të vetme buxhetore. Kur do kalojmë te pak një mas që financohet bujqësia, një mas që financohet rënia e industrisë, këtu bazohet e gjitha o burrat e betoni të ndërtimit dhe tek turizmi. E do t'ja shikojmë historinë. Do shikoni jo rritje të tillë. Se këtu parashikohet me mbajtë një rritje për 6 vite. Me këtë lloj ekonomie, me këtë lloj modeli ekonomik që kemi zgjedhur ne, do shikojmë për çfarë. Duen forcuar, jam shumë dakord Ilir, masat për t'i mbajtur njerëzit këtu. Një mas ishte rritja e fortë e rrogave në shtet, po është e pamjaftueshme. Një mas ishte bonusi i bebeve, prapë është i pamjaftueshëm. Jam shumë dakord që disa masa që janë marrë në shtetin hungares të merren edhe këtu tek ne, të ndiqet fëmia i çifteve të reja, të shikohet mundësia e subvencionimit për ato çifte të reja që e kanë pamundur të gjejnë një vend ku të vënë kokën, si tu është të blenë me kredi një shtëpi, të gjitha ato ky shtet duhet i shofi. Krahas, siç e pam, do më thënë atë sforcën që ka për 5 vitet e ardhshme për nivelin e fondeve për pensionistët. Kështu që jam që të merren sepse realisht mungesa e krahut të punës po ndihet. Po ndjen biznesin në radh të parë, po ndjen edhe administrata, prandaj rriti rrogat. Dhe duhet bërë sforco, tani pas pensioneve, duhet bërë një sforco shumë e fortë buxhetore, në mënyrë që të mbajmë njerëzit tanë këtu. Me çfarë do lloj forme? Të marrim eksperiencën e Hungarisë, të shikojmë edhe mundësitë tjera që ti mbajmë se s'bën njerëzit se po na ikin. Po na ikin edhe si përmarrës, ne i njohim vetë. Njeh Enon, njeh Iliri, njeh Bardhi, dhe këto duhet t'i bëjmë bashkërisht. Për mendimin tim qeveria ka një detyrë Ilir, ka një detyrë morale, por edhe ligjore në gjykimin tim. Edhe ne kemi detyrë morale. Pikërisht, po, të japi një plan kombëtar si të mbajmë njerëzit këtu. Kjo është as që diskutohet këmban. Përsa i përket asaj që na ke thirrur, që është pjesa e buxhetit, e shoh buxhet pensionesh, meqense e folëm, e shoh buxhet investimesh, po që nuk guxon dhe ajo shumë, ndoshta sepse po ndihmon më shumë pensionistë, mirë bën, por është i kapur mes dy zjarre, si puna e Shilës dhe Karibdës. Pra, nga njëra anë duhet ndihmoj pensionistët, por duhet japi para edhe të ardhmes, shëndetësisë, po sidomos arsimit. Këtu unë shoh mungesën çfarë e ekonomisë së ardhmes. Ekonomia e së ardhmes është ekonomia e inteligjencës artificiale, është ekonomia e teknologjisë informacionit. Shoh shumë pak para aty. Nuk e shoh dhe aq shqetësimin ku? Tek bujqësia, sepse bujqësia është në një rënje natyrore, nuk kemi çfarë t'i bëjmë. Bujqësia me të fragmentarizëm që është të tokës, e problematikat që ka për tregun e pronësisë të tokës bujqësore, me fragmentarizmin shumë të thellë. Fermerët kanë shumë të drejtë, kanë realisht të drejtë sepse nuk po ndihmohen shumë. Meqense përmendë paketën fiskale, janë 16 milionë euro. Meqense përmendë paketën fiskale, do të diskutojmë ndoshta edhe në këto 20 minuta të fundit që kanë ngelur. Të pjesës së parë. Po më jepni mundësinë ta diskutojmë. 16 milionë euro që do u shpërndahen fermerëve nëpërmjet rimbursimit të 1.6 miliard, ndoshta janë ndën çik më shumë, 17 milion, 1.5 miliard të kërkojnë ndjes kështu lekë të reja,
qytetarët nuk e kuptojnë, prandaj kalojmë në euro. 16.5 milion euro. Dhe këto para do japen gjatë gjithë vitit 2026 fermerëve për çfarë? Që ata në radhë parë të deklarojnë sa litra qumësh i kanë dhënë për punuesit, të deklarojnë njësinë e prodhimit edhe të bujqësor që kanë realizuar, dhe është rimbursimi të VSH-s për lëndët e para që kanë përdorur. Duhet bëhet edhe në krahun tjetër. Jo, nuk ka rimbursim. Është gjysmë gjelë kur i thon fjalës. Është vetëm kompensim për një segment shumë të papërfillshëm të janë 1.5 miliard, dakor, po janë 1.5 miliard lekë. Okej, regjia ju lutem tabelën e paqes fiskale. Me të tjerat, Ilir, regjia ju lutem tabelën e paqes fiskale. Nëse vazhdojmë të financojmë koncesionet me 100 milion euro, e vazhdojmë të mos i çojmë parat në drejtim të prioriteteve absolute që ka Shqipëria sot, ky buxhet nuk e di për çfarë ekziston. Shpopullimi 1, prodhimet industriale të Shqipërisë 2, që po shkojnë në grop, nuk është se unë s'po them që kanë qenë stratosferë, po ato që kanë qenë po na paksohen dita ditës. Bujësia, fermerët ikin, janë në pikë zez, të dëgjoni çfarë probleme kanë, është që mos i përsërisim, se kam nxjerr këtë paqen fiskale. Do unë janë parashikohen disa masa që fshihen detyrimet e prapambetura që bizneset kanë deri në 31 dhjetor të 2014-s. Ato nga 1 janari 2015 deri në 31 dhjetor 2019, 50 deri në 75% me këste do unë do falen, apo do si është do unë? Sipas pagesës. Sipas pagesës, po. Varet kur i paguan. Po i pagove brenda gjysmës së ndërkohë, nga janari 21 deri në 31 dhjetor 24, falen gjobat dhe kamatat. Jeni dakord me këtë nisëm? Për t'i marrë tjerat me radhë. Nuk, shikoni. Shpjegoj të treja, sepse ka një qëndrim tjetër në këtë mes, për nese. Paqja fiskale, si do bëhet tatimi? Për fitimin e vitit 2025, do jetë 15 milion lek. Do në që është që do jetë e fiksuar, e përcaktuar. Do jetë, e kanë 0. Jo, nuk është. E keni gabim tabelën. Ma shpjegoni ju ç'është. Atëre, paqja fiskale. Merremi pak me faqen se e para kemi 2 projekt ligje. Fshirja, që e keni trajtuar pak a shumë tek e para. S'kemi kohë, e dyta paqja fiskale. Paqja fiskale ka elementin, nëse ti hyn marrëveshje me drejtorinë e tatimeve. Në qoftë se është 15 milion lek në vit xhiro. Jo, po jo. Është 0. Po jo, më nuk është ajo, është për gjitha bizneset. Po pra për gjithë bizneset. Ilir, më ndiq që të kuptosh. Nëse ti hyn në marrëveshje me drejtorinë e përgjithshme të tatimeve dhe deklaron një fitim 18% më të madh se fitimi i vitit kaluar, atëherë bëhet fjalë për të gjitha bizneset që kanë për çdo fitim 14 tjetër, milionë lart. më ndiq mua, për çdo fitim tjetër nga 18% më i madh se fitimi i vitit kaluar, deri në 50% më i madh se fitimi i vitit kaluar, pagon 5% tatim fitimi. Dhe jo normën tatimore që pagon. Për çfarë keqe ka kjo? Nëse unë deri do në si vjet, në 2025-ën, pagova tatim fitimi duke deklaruar që kanë fituar vetëm 5%. Dhe marr përsipër që gati 4 herë të shtoj fitimin dhe të... Po flas 18% mbi fitimin, më. Ti ke deklaruar, të marrë shumë të kuptosh. Po pra, kam deklaruar 5%. Një sekundë, pra. Jo. Ke deklaruar 100 lek të vjetra fitim gjatë vitit 2025. Tani, në qoftë se ti para deklaron që në vitin 2026 do bësh 18% më shumë, do më thënë 118 lek. Vetëm 118 lek, jo 4 herë 5 herë. Atëre, nga 100 ti filloni paguan me këste këtë 118-ën, po nga 118 deri 150, për këtë segmentin këtu, nuk paguan normën tatimore, pa paguan vetëm 5%. A, e qartë. E para. Pra, ajo që është atje... Dhe favori është që nuk ke kontrol. Pra, do një bje që të paguaj tatim fitimi më pak se që kanë paguar... Dhe favori e dyta, propozimi Partisë Demokratike është minimalisht sektori ndërtimit, sektor me risk të lartë, që nuk kontrollohet dot, që mund t'i realizoj shitjet në librat e vetë, edhe sikur administrata timore ta bëj shumë mirë punën. Sa i duhet përjashtohet nga kjo. Sepse ai regjistron blerjen, shitjen, apartamenteve, vilave, gjithçka tjetër, e regjistron kur i do ati. Dhe në një vit ai ta thot, nuk e pagon 118, në vitin tjetër ta akumulon, ta çon 49%. Dhe nga 18 deri në 49%, vetëm 5% tatim fitimi. Ç'u bë këtu? Ç'u bë? Ç'histori është kjo? Ç'histori? Kjo është e para.
Kjo është e para. Rrezikon që të krijojë një hendek, një mos realizim të të ardhurave? Nuk keni përfshirë elementin kryesor. Po, cili është elementi? Problemi kryesor te paqja fiskale është rishikimi bilanceve në mënyrë, ai thotë, rishikoj gjithë bilancet e kompanive në 3 vitet e fundit, shiko të gjitha zëret e bilanceve, shiko gjendjen e keshit, kapitalet, asetet, borxhin, gjithçka tjetër, dhe mund t'i ndryshosh sot pa të hyrë gjëm në këmbë. Po vetëm qoftë se sasia e ndryshimit është me plus minus 30%, plus 30%. Po gjesa do bësh paqe fiskale, do falësh. Jo, një sekundë. Ajo është morali. A do falësh? Do të marr, jo, nuk falet kjo, ke gabim. Se ndryshe bëjmë amnistinë, s'kemi nevojë ta fusim me këtë element. Atëherë, unë jam një biznes dhe kam deklaruar vitin e kaluar 5.000 euro cash. Pa pritur, më vjen kjo mundësi dhe them, ups, më falni, nuk kam 5.000 euro cash, por kam 500.000 euro cash. Dhe për këtë paguaj vetëm 5% tatim fitimi më shumë. Kam paguar 100, do paguaj... Dhe ekziston rreziku i pastrimit parave? Si ekziston, t'ja ke hapur, kjo është autostradë për pastrimin e parave. Dhe për këtë ligji jep imunitet. Nuk i hym në gjëm në këmbë askujt. Po, a certifikohen 500.000 euro dhe shteti merr 5% të kësaja... Si certifikon, ma? Merr 25.000 euro të... Kush janë këta? Që qarkullim ekonomik? Kjo është pare kriminali, ma? Që qarkullim ekonomik? Po, s'mund t'i vëmë gjithave, mund t'kete pare gri. Jo vetëm kriminali. Po pse Rama nuk ishte 2 vite më parë për amnistin fiskale që tha, mund vinë çunat e Londrës, tha, me 2 milion euro gjithë të cili, ta deklarojnë të syrin. Nuk është e njëjta histori. Jemi në të njëjtën vendore. Në të njëjtin mekanizëm më i kamufluar. Se ju s'keni përfshirë kryesorin këtu. Tjetra, te këta që përfitojnë të detyrimet e prapambetura që fshihen. Kush ka qenë kërkesa jon? Po mirë, unë e kuptoj se ka detyrime aty për 10 vite s'ke për t'i marrë më. E kuptoj që duhen pastruar ato. A ka mundësi të më tregosh kush janë 3... Sipas tyre, sipas financës, përfitojmë 200.000 kompani, biznese, nga cilat vetëm 80.000 janë aktive. Çka kemi kërkuar ne? Më nxirr 3.000 biznese që përfitojnë më shumë. Mi nxirr më t'i shohim. Duhet t'i shoh publiku, më duhet t'i shoh unë, duhet t'i shoh biznesin ndershëm. Ku kanë vajtur këto para? Po kjo është transparencë. Duhet ta bëjnë të publikohet. Ministri Fatos Tatoon që janë të dhëna personale dhe ligji e ndalon. Shumë e drejtë, janë të dhëna sensitive. Të flasim dhe ne, po deshe sepse... Jo më mirë, dakord. Jo, të them 3-4 tatë e kosi ke marrë, lirë nga ftuar të temi dhe ne në gjë. Mos më thuaj miratuar se nuk është miratuar. Dhe e fundit fare, e shikoni këtë pjesën këtu. 10% që nuk ka lidhje fare me kombesimet të VSH-s. Hiç. Ka lidhje me kombesim faturës. E keni gabim atë tabela atje. Nuk është kombesim të VSH-s, është kombesim faturash. Dhe merr vetëm një sekond. Po faturat e kujt? Rimbursimet. Fatura shitje më. Rimbursim të VSH-s. Rim parash. I paguan në formë të VSH-s 10%. Të flasim dhe ne tani. Ja kthem parat. Po ju them që s'ka lidhje. Ti dorëzon faturat një fermer. Do më leshja 3 minuta e në autofaturohet, dorëzon faturat, ka shitur 500 lek domate dhe merr 50 lek mbrapsh, vetëm po ja shiti një kategori të caktuar. Është shumë më komplekse se kaq dhe nuk zgjidh absolutisht asgjë. Po, Bardhi? Dhe mbylla këtu në flisin tani. Po e nis me të parën që 2 amendime që ka bërë zoti Bozda në Komisionin e Ekonomisë janë parashikuar për të marrë në konsiderat në seancë plenare. Jo, të gjitha, jo, mos një sekond, Bardhi. Të lutem rikorekt. Tash unë kam parë proces verbal. Të gjitha, ti shikoj gjithë proces verbale. Po kam parë për komision, çka ke thënë? Një sekond, dëgjoj këtu. Ja, prapë se vetë flas. O Bart, një sekond më burr, se po flet me një njerëz se jam serioz me këtë gjë. Të gjitha amendimet e paraqitura nga Eno Bozdo në emër të Partisë Demokratike janë rrëzuar në komision. Dhe mbyllet historia këtu. Stop. Unë nuk e di kë kalojnë ata çka kalojnë. Janë rrëzuar. Po të them unë çka kanë kaluar, 2 propozime të kanë kaluar. Po nuk e di çka kanë kaluar se të mia kanë rrëzuar. Mund të jenë të dikujt tjetër. Po e them se të 45-a që të bëni ju nuk pranojnë si nuk pranuan vitin e kaluar. Lere. Kthemi tek tabela, ka çfarë tani po kanë kanë këto efekte pozitive. A e shëndoshin, a e krahasisin pjesën e ajo intereson qytetarëve. Në Shqipëri, sipas 2 shifrave që kemi, ne kemi një shifër të QKB-s, Qendra Kombëtare e Biznesit, dhe një shifër të Instatit. Sipas QKB-s, kemi 253.000 biznese të regjistruara sot. Sipas Instatit kemi 132.000, sepse Instati merr vetë kompanitë që dorëzojnë bilancet, ndërsa QKB-ja e ka që të gjitha. Ne kemi 204.000 kompani tani që janë futur në skemë të drejtorisë të Ministrisë Financave me qëllim që detyrimet dhe parapambetura të tyre për periudhën që përmendti aty të fshihen. Janë 90% të tilla, pra 90% të këtyre kompanive, që nga viti 0 deri në 2014, nuk kanë mundësi që të xhirojnë asnjë faturë, nuk bëjnë asnjë transakcion. Pra janë biznese të cilat
po thuaj se nuk figurojnë, kanë vetëm lipjen dhe emrin. Janë 80% deri 90% të këtyre sipas deklarimeve zyrtare. Pra, te kjo shifra 204.000 që të përmenda, pjesa kryesore e tyre janë që duhet ikin nga sistemi se kanë krijuar probleme në tatime. Nuk funksionojnë, nuk paguajnë, nuk kanë transaksione dhe janë biznese të mbyllura. Një kjo. Pjesa tjetër, te autostrada e pastrimit parave. Zoti Bozo për një propozim, thotë, të gjitha ato biznese që të përfitojnë nga fshirja e detyrimeve të parapambetura, mbasi të përfitojnë për të mbyllur ky proces, të dalin publikisht, të thuhet që biznesi filan ka përfituar kaq, ky kaq. Ky është propozimi që është bërë dhe ky propozim është në konsiderat. Do ta shohim në kuvend. Imi është rrëzuar në komision. Pastaj se çfarë do ndodhi ta shohim. Ta shohim komision pra, në kuvend. Në konsiderat pavarësisht kush e ka bërë. Pjesa tjetër është diçka pozitive. Po pra thash. Atëre, unë propozova në emër të PD-s. Po nuk është kjo që thash unë. Jo, është tjetër. Është tjetër pra. Nga këto falja të mos përfitojnë të gjithë. Sepse një individ, supozojmë në Bozo, ka 3 kompani, ose ka 2 kompani. Kompania A e ka ngarkuar me gjitha borxhet, që bëhet pjesë e faljes. Kompania B dhe kompania C janë me fitim dhe marrin dhe para publike në tender. Në këtë rast, nuk ka pse se falet individi në Bozo. Fare. As kjo nuk është pranuar. As një nga propozimet tona nuk është pranuar. Lista nuk lejon kodi procedurës tatimore që t'jepet. Ti kërkove një listë dhe them, jep kompanitë që do favorizosh. Lista është gabim, se debitorët, këto janë debitorë, është detyrim i tatimeve të nxjerrin në faqen e saj të gjitha. Po i ke në faqe sot, mo? Po se janë të gjitha. Po jo më të gjitha sot, shiko. Në faqen e tatimeve sot ke një listë. Po pse s'la japin ata? Ti them të dyja, ke 2 lista biznes. O bardhi, unë kisha ministrin s'pa tha këtë gjë, tani më thuat ti. Ja ta them se është publike, mund ta hapim sot ta shohim. Unë kisha ministrin dhe nuk pa tha këtë gjë. Kisha zvendës ministrin. Ministri më tha që janë të dhëna sensitive nuk jap. Ti më thua mua jep ministrin. Kemi një listë. Jo, ministri. Ka qenë ministri 3 herë para. Përshëndruar kemi listë që i bën thirrje gjithë bizneseve mos bëni kontratë me këto kompanitë se kanë shkelje. Kjo është listë e parë. Listë e dytë është në drejtorinë e përgjithshme të tatimeve është historike, ka ditë ato vite, që kur kam qenë ministri i financave, publikohet një listë e plot në drejtorinë e përgjithshme dhe thotë, këto janë kompanitë të cilat kanë probleme me të cilat s'duhet të bësh asnjë kontratë, nuk duhet të bësh asnjë veprim financiar, dhe është aty publike. Ç'm duhet mua kjo? Një minutë pra. Nëse ti kërkon tani që të mos favorizohet. Populli shqiptar do di kujt ja kemi falur paratë. Janë 2 miliardë euro të falur. Lere mu popullin 1 minutë. Si lere popullin? Për këto po flas. Jo, transparencë duhet bërë. Unë jam që të ketë transparencë. Dhe këta më thonë mua që nuk nxjerrim sensitive. Gënjejnë mua se s'ka lidhje. Sensitive është, nuk fare më. Është në falje më, është debit dhe në falje më. Po prit pra se nuk ka rritur falja. Kjo faqja fiskale që thua ti, kjo bëhet me marrëveshje, ti ke ligjen e marrëveshjes. Përmendë 2 ligje. Atë 2 ligje më burr. Jemi ke falja sipër. Një ligj është detyrimi pa bën, tjetri ligj është marrëveshja fiskale. Marrëveshja fiskale që kërkon ti bëhet si kërkoj marrëveshje fiskale. Po më këtë thua ti, marrëveshje fiskale të dal publikisht. Jo marrëveshje. Ligji të detyroj iniciativën të publikoj 3000 përfitues. Po ndroj pra ligjin procedurës, duhet ndryshosh ligjin procedurës tatimore. Ore të ndryshoj. Jo më ke gabim. Po ke gabim. Ilir që ta kuptojnë qytetarët. Nuk ka lidhje fare ajo që tha ministri në seancë është mashtrim, falë po fletshun. Edhe një mashtrim, gjithë mashtrim janë. I stati mashtron, ministri mashtron, kush nuk mashtron këtu më burr? Se ti thua tërë mashtron. Nuk e di, këto të dy po për qytetarin. Pyetja drejt për drejt. Shumë e thjeshtë. A hapet rruga për riciklimin e parave të pista? Rreziku që ndron. Po. Është i përhershëm. Po këtë thotë FMN-ja, i ka shkruar FMN-ja letër. A është rrugë vogël fshati, kështu shtek, apo monopat, apo është autostradë? Zësë amnistia. Duhet parë tek mënyra se si do veprojë administrata tatimore, sepse është përpara një sfide shumë të fortë. Unë jam shumë dakord me Eno kur thotë që transparenca tjetë maksimale. Edhe njerë, jo nuk kanë dhënë okej. Jam dakord me Eno kur thotë detyrimet e vjetra kujdes risku për pastrimin parave. Të dyja dhe Komisioni Evropian në cilën ne e keni gabim. Fitojmë apo shfitojmë merren të gjitha dënat kur bëhet çekimi, edhe Fondi Monetar kanë rënë dakord me Ministrin e Financave dhe këtë deklaroi Ministri i Financave dje, kanë rënë dakord me të dyja skemat që ka paraqitur qeveria shqiptare. Qoftë marrëveshja fiskale. Unë kam letrën e FMN-s drejtuar autoriteteve. Ta isha po letra është publike. Dhe letra do thotë risku i moralit i mbledhjes së të ardhurave dhe dyta pastrimi parave. Ta thotë zez ti thu kanë rënë dakord. Nuk e di. Nuk e di kur kanë rënë dakord. Letra thotë që ta kuptojnë qytetarë, detyrimet e parapambetura që falen Fatos tani është shumë e drejtë. Ruaj ndërshmërinë profesionale dhe thuaj, a pastrojnë para me këtë skemë? Sa po ju përgjigja i Lirit, që ta kuptosh ti. Se ti e ke shqetësimin e drejtë, pra unë i thash që risku është aty. Po gjithçka varet tek ti e di. Lepuri i madh shihet ke ferra e vogël.
Gjithçka varet në mënyrën se si do të zbatohet Ky kjo. është buall, ma, s'le, Dhe, është buall. dakord, për ty është buall, për mua është një rrezik real që duhet parë me shumë kujdes. Sepse ka mundësi që të pastrohen parat e kriminalizuara. Nuk janë të gjithë paraja gri e kriminalizuar. Atëherë një sekundë. Nuk mund ta bëjmë të gjithë çdo dash të kompanisë, aty që le ta themi ciklopi qeveri. Kam një pyetje tjetër. Po sepse kështu e the autostrada këtë nuk kupton. Kërkesa jon që çdo rast i tillë që ndryshon bilancet, ndryshon etj. Të raportohet është shumë e në drejtë institucionin për parandalimin të Agjencia Inteligjencës që është marrë në konsiderat, nuk ka rëndësi kush e propozoi. Nuk është marrë në konsiderat. Po ta them që do merret në konsiderat. Unë nuk e di çfarë do ndodhë. Do merret në konsiderat se të diskutohet. Jo, nuk ka të bëjë me orakull. Për kohën që jemi këtu, gjitha propozimet tonë janë hedhur poshtë. Ta lexoj këtë fëmijë specifike me merak. Edhe një herë, i lirë që ta kuptojmë. Domethënë është gjë shumë e mirë që të fshihen, është si puna në 2014 në të kujtohet. Janë përshtatërë, më nuk është vetëm. U fshin borxhet e prapambetura të bankës. Ti e di që pati shumë pozitivitet ajo gjë. Jo vetëm sepse një pjesë e madhe e kredive që nuk rekuperoheshin dot, kreditë e këqija, u fshin edhe u bë mirë sepse u përmirësua shumë i dha shëndet sistemit bankar. E njëjta gjë do të ndodhi edhe me biznesin tonë. Në rast se falen detyrimet e vjetra, 10 vjeçare që e përmendi me drejt dhe eno. Edhe falja e kamat gjobave dhe kamat venesave, gjykoj që nëse realizohet mirë, nëse realizohet pa favorizuar, pa të njerkut edhe të... Lexoj pak çfarë thotë FMN-ja. Jemi ta lexoj edhe unë? Misioni lexoj ti ta lexoj edhe unë. Po. Jemi duke fol për atëherë. Nuk e zeni duke fol ditë. Për shprehet se 2 pika thonjza po kotohet. Marrëveshja e propozuar e paqes fiskale me element të tillë si marrëveshje vullnetare për përcaktimin para praktfitimeve të tatueshme dhe pezullim të auditimeve gjatë periudhës marrëveshjes, fshirje detyrimet tatimore doganore dhe rivlerësim të pasurive financiare të kaluarës me një normë të ulët e të njëtrajshme, rrezikon të minoj pajtueshmërinë tatimore, të dobësoj besueshmërinë e auditimeve e të përmbys arritjet e deri tanishme në modernizimin e administratës tatimore. Kjo është misioni. Rreziku është aty. Ky është po ama çfarë do bëjmë? Dorim me këto borxhet vjetra? Nuk e rrim dot. Përpara 3 javësh në Washington. Rreziku, shiko, përpara 2 ditësh. Para 185 vendet botës që këshillon. Nuk është se thot vetëm ke vendi jonë. Po mirë, me çandari financave është normale që është. Rreziku i paqes fiskale dhe rreziku i faljes fiskale, që është amnistia, që thuhet ndryshe i lirë, është i tillë. Dhe FMN-ja është një institucion konservator, nuk ta jep kollaj dritën jeshile për t'i bërë. Ama çfarë do bëjmë? Do të rrim me ato borxhet vjetra që e kanë vënë në kolaps një pjesë të mirë të biznesit tonë. Nuk arrin dot të marri kredi në bank, sepse është ajo që përmendi Bardhi. Pra, tatimet i thonë që ky është një biznes që ka borxhe me ne. Biznesi do lirohet shumë nga ajo falje. Urojmë që të bëhet mirë. Edhe paqja fiskale përmirëson shumë klimën e biznesit, sepse do shpëtoj një pjesë e madhe e biznesit që është në pjesën më të madhe korrekt me shtetin i dashur i lirë, do shpëtoj nga ato kontroll. 20 sekondat e fundit. 20 sekondat e fundit. Relacioni i Ministrisë Financave, projekti është konsultuar me FMN-n, e cila është dakord me këtë projekt. Nuk e ka kundërshtuar fshirjen dhe legalizimin. E vetmja rezervë që ka Fondi Monetar Ndërkombëtar ka të bëjë me cënimin e progresit të arritur deri më tani në mbledhjen e taksave. Thot Ministria. Po ashtu. Edhe në bashkimin. Kjo është dokument zyrtar i FMN-s. Një minutë pra. Po ashtu edhe me Bashkimin Evropian jemi konsultuar. Kjo nismë është bazuar në modelin italian. Është një praktikë europiane. Pra si ke dhjetën e vjetër, ndërsa Bardhi citoi Biblën si pas Pavlit. Është e djeshme. Si pas si ka Ministri Financës. Kjo ishte pjesa e parë e emisionit të sotëm, duke falënderuar 3 të ftuarit. Ju ftoj që pas një hapësire fare të shkurtër publicitare, në pjesën e dytë të emisionit, të ndiqni pjesën e dytë të emisionit, ku i ftuar është antari kryesisë Partisë Demokratike, Ervin Saliani. Publicitet.